Faleminderit zoti kryetar, duhet ngre edhe unë një çështje e cila ka lidhje besoj unë me kuvendin dhe mbi të gjitha me atë ligj që u miratua në seancën e kaluar nga ky kuvend edhe me kundërshtinë e fortë të opozitës që kishte lidhje me portet turistike. Ju keni qenë dëshmitar, thirrja unanime nga deputetët e opozitës, nga ata që morën fjalën, po dhe qëndrimi i deputetëve të opozitës në komisionet parlamentare ka qenë që ky ligj jo vetëm që nuk duhet miratohet, por duhet kthehet mbrapsht, sepse është në shkelje të ligjit shqiptar dhe direktivave kryesore për konkurrueshmërinë të Bashkimit Evropian. Dhe e pat besoj edhe reagimin e dieshëm shumë të ashpër të Bashkimit Evropian, i cili praktikisht me një fjalë tjetër, por në thelb i nxori 100% të vërteta të gjitha qëndrimet e opozitës. Pra, Bashkimi Evropian e rrëzoi ligjin që ju miratuat me të njëjtat argumenta që opozita dhe deputetët e opozitës e kishin rrëzuar dhe i kishin bërë thirrje këtij kuvendit mos ta kalonin. Për më tepër, Bashkimi Evropian ju referua dhe ligjit për investitorë strategjik, duke ju thënë që është një ligj i cili është futur në agjendën e reformave për të shfuqizuar. E meqense këtu ka dashnor të vërtet të agjendës reformave dhe të angazhimeve tona kundrejt Bashkimit Evropian, ja pra ky është argumenti tjetër. Kështu që në qëndrimin tim nuk kam çfarë them më qartë. Ne i kemi thënë seancën e kaluar fakti që ai ligj dëmton konkurrencën dhe është ligj klientelist. Këtë e tha me gojën e tij Bashkimi Evropian dje, në një gjuhë as pak diplomatike. Është në nderin e këtij kuvendi t'i drejtohet presidentit të Republikës dhe t'i kërkoj unanimisht për hir të agjendës evropiane dhe për hir të kritereve të integrimit që mos ta dekretojë dhe t'ia kthejë mbrapa kuvendit të Shqipërisë atë ligj. Faleminderit. Faleminderit. Ministrja Ismaili ka kërkuar fjalën. Zonja Riora Ismaili. Faleminderit kryetar, të nderuar kolegë deputet. Në fakt, unë mendoj se ka gjithmonë një moment për të vërtetat dhe në gjykimin tim nuk ishte një moment tjetër më të përshtatshëm se sa ky tani për të thënë disa të vërteta me zë që her pas here na vërtetohet se të mirat harrohen më shpejt se sa ato që kërkojnë një vëmendje për të zgjidhur si çështja. Dhe referuar diasporës si një ndër çështjet më të rëndësishme e vërtetuar me nisma, me politika dhe përkthyer në shifra që nuk mund të tjetërsohen dot, lidhet pikërisht me diasporën dhe janë të gjitha të bëra vetëm gjatë viteve që ka qeverisur Partia Socialiste. Tani, samiti i diasporës është vetëm një nga çështjet që lidhet me rolin dhe vendimarrjen për të përfshirë sa më shumë diasporën në Shqipëri. Por mos të harrojmë nxitjen e investimeve, programet të rikthimit, mos të harrojmë shërbimet online që nëse ka ndonjë bekim që ne marrim nga gjithë diaspora është pikërisht kjo gjë, se i kemi kursyer dhe para, edhe kohë, edhe kokçari e gjithë diasporës. Mos të harrojmë mbështetjen e ekonomisë në startupe dhe grante, Diaspora Business Hub në paketa fiskale, në një nga çështjet më të rëndësishme që lidhet pikërisht me ndjenjën tonë kombëtare, për sa i përket edukimit dhe identitetit, mëso shqip, librat shqip jashtë vendit dhe jam shqiptar. Tani ne mund të themi këtu çfarë duam, por unë mendoj që shifrat janë gjithmonë kokforte përballë thashë themeve. Dhe nga viti 2011 deri në vitin 2024 janë më shumë se 108.000 shqiptarë të rikthyer në vendin tonë, ku 45% e këtij totali ka ndodhur nga viti 2020 deri në vitin 2024 dhe nga ky total 30% i tyre janë rikthyer në Shqipëri duke hapur biznes. Në qoftë se këto shifra ju nuk ju duken inkurajuese, nuk ju duken bashkëpunimi i shtetit me diasporën, unë nuk e di çfarë tjetër mund të duket, dhe si shifër e fundit përballë thashë themeve dhe baltës që hidhet për gjithë punën që Shqipëria edhe shteti shqiptar ka për diasporën është që vetëm në vitin 2023 janë rikthyer nga diaspora 25.595 shqiptarë. Zoti Bart Spaia ka fjalën procedurë. Tani mos e bëjmë standard replikën me nënkuptim, përmendjen me nënkuptim të emrit, lutem. Kolegë deputete, e kërkova fjalën për procedurë për të shprehur një shqetësim konstant në lidhje me
injorimin që pushteti ekzekutiv po i bën Parlamentit shqiptar pra atij legjislativ nëpërmjet mungesës së prezencës së shumicës dërmuese të ministrave, përfaqësues të qeverisë në pothuaj çdo seancë të këtij parlamenti. Dhe këtu pa diskutim spikat mungesa e ministres së shëndetësisë, e cila prej muajsh tashmë kërkohet nga ne, përfaqësuesit e opozitës, për të dhënë shpjegime mbi disa problematika ekstremisht të rëndësishme, por edhe urgjente njëkohësisht. Kemi kohë që e kërkojmë ministrën e shëndetësisë për dëgjesa në komision, për interpelanca, për mocione me debat dhe për fat të keq në shumicën absolute të rasteve është refuzuar përballja me deputetët e Parlamentit shqiptar. Du t'i kujtoj ministres, por edhe kolegëve, se bëhet fjalë për problematika të cilat prekin direkt atë që kanë më të shtrejtë shqiptarët, shëndetin dhe jetën e tyre. Nuk e themi vetëm ne si opozit, në fakt, pyetje që do kishim për ministrën e shëndetësisë, sigurisht që i referohen edhe aty në gjetjeve të raportit të kontrollit lartë shtetit, i cili ngre shqetësime madhore. Sot që flasim, të paktën 26 preparate, ilaçe, alternative parë mungojnë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në qendrën më të specializuar të Shqipërisë. Sot që flasim, të paktën 31 preparate alternative parë mungojnë në spitalet rajonale të Shqipërisë, përfshirë këtu, zoti kryetar, spitalin e Shkodrës, nga ku vi unë, spitalin e Durrësit, të Elbasanit, por edhe të Korçës, nga ku vini ju. Pa folë tu pastaj për mungesat theksuara të disa prej aparaturave diagnostikuese dhe trajtuese, të cilat janë jetë shpëtuese për pacientët shqiptar, siç janë brakiterapia, PET-skani apo edhe trombektomia. Janë shtruar vazhdimisht ky shqetësim, edhe nga gazetarët, por edhe nga ne, dhe akoma nuk ka marrë përgjigje. Ndërkohë që ne diskutojmë sot këtu për problematika me cilat Shqipëria përballet dhe janë edhe të drejta, por mos harrojmë ka njerëz tek onkologjiku që luftojnë për jetën dhe nuk kanë as edhe 1 minutë kohë për të humbur. Ndaj ju bëj thirrje të garantojmë dëgjesat me ministrën e shëndetësisë dhe të sugjerojmë reallokim fondesh në mënyrë që të zgjidhim në kohë real. Faleminderit. Zoti Besar Xhaferi, pas zoti Arjan Doja. Ju lutem procedurë.